Nën kampioni vjeshtor, FC Besa ka përfunduar 2 javët e para të përgatitjeve për stinorin e dytë të Superligës së Kosovës në futsal. Në stërvitjet e para në palestrën e sporteve Karagaçi, u pa një interesim i madh i të rinjve, të cilët e kanë mirëprit shumë projektin e propozuar nga trajneri i klubit, Adnan Hyseni, për mundësinë e krijimit të klubit të dytë të futsallit në Pej, FC Besa B, i cili klub do të fillon garat në ligën e parë të futsallit kosovar. Normalisht jam shumë i kënaqur. Stërvitjet pra kam filluar që 2 javë. E kam përcjell këtë klub që një kohë më ka pëlqyer shumë, trajneri është shumë i mirë, kështu që fillova. Çfarë mund të presim nga ti në vazhdim? Të shohim, mendoj që do të jem pjesë e këtij ekipi. Edhe pse jam grupin B, Besa B, shpresoj që për një kohë periudhë caktuar pra të jam edhe me ekipin A. FC Besa, pjesën e parë të edicionit të sivjeme, ka përfunduar në pozitën e dytë në renditjen tabelare pas Liburnit, e po ashtu pejanët janë plasuar dhe në finalet e Kupës e Kosovës, që është edhe një motiv shtesë për të përgatitur maksimalisht për pjesën pranverore. Përgatitja kena fillu me kohë, me rregull, kena tu përgatit maksimalisht, po përgatitim edhe për shkak se jena finalist të Kupës të Kosovës, domethënë që është një sukses mjaft i madh i klubit Besa. Njëkohësisht isha pas me përmend edhe punën që u ka bëhet me klubin B, domethënë Besës, që ka me startu me garu domethënë për vitit tashëm në ligën e parë. Kështu. Artidon, për dallim nga edicionet e kaluara, klubi futsallit Besa tani përbëhet kryesisht nga lojtarë të rinj, ju jeni nga të paktë ata që keni mbetur nga gjenerata e vjetër e klubit të futsallit Besa, jeni lider i kësaj skuadre, sa është vështirë të jeni lider i një ekipi? Po është vështirë, mirë po klubi Besa në këtë sezon domethënë ka një organizim edhe më të madh, edhe më të mirë, edhe kompaktësia e lojtarëve, edhe që po ma mundsojmë në pas edhe më të lehtë domethënë për me udhëheq ekipin. Jemi kënaqur shumë tash Besa po përgatitet edhe ekipin e dytë në ligën e parë FC Besa 2. Dhe trajneri punon me grup moshë të reja shumë, një punë shumë e mirë, jetina. Zefe, në pjesën vjeshtore të Superligës së Kosovës në futsal, skuadra Besës parë një paraqitje mjaft të mirë, jeni në finalet e Kupës, po ashtu keni përfunduar edicionin vjeshtor me vetëm një humbje. Cilat do të jenë synimet e skuadrës suaj për pjesën pranverore? Synimet tona vetë që dihen, jemi në finalet e Kupës, shpresojmë të fitojmë këtë Kupën, po ashtu jemi në vend dytë, edhe besojmë aty të shkojmë në play-off dhe të fitojmë vendin e parë të shpallë kampionat si vjet. Një nga personat më të merituar për këtë projekt madhështor, padyshim është trajneri i skuadrës Adnan Hyseni, i cili është duke dhënë maksimumin që të krijon një skuadër të mirëfillt të futsallit me lojtarë të rinj e të specializuar për futsal, e jo siç po bëjnë shumica e ekipeve tjera, ku në ekip po inkuadron lojtarë të cilët kanë përfunduar karrierat e tyre në futboll të madh. Faktikisht që 2 vjetë kem pas interesim nga ana e trive, po fati ke që konë që merë nuk ka pas mundësi tjetë Liga Juniorve. Edhe tani nuk është Liga Juniorve, po na po menojmë pak ma gjatë dhe kemi dalë me një ofertë për të rritë, që unë kam menduar që të kampionatin e ardhshëm faktikisht që fillon tetor, Peja të ka dhe ekipin e dytë, e cila do të quhet me emrin Besa 2. Adnan, megjithatë sa është e vështirë të punohet me një numër kaq të madh të lojtarëve, edhe pse normalisht nuk mungon entuziazmi, nuk mungon dëshira këtyre djemve për të marrë me futsal, mirë po duket që është e vështirë ti kontrollosh 20 apo 30 lojtarë. Këtu jena diku sonte janë 31, deri 37 ka qenë numri, kemi nisë të bëjmë seleksionimin e trive. Është vështirë në përgjithësi. Pse them është e vështirë? Diçka tjetër është vullneti, i jem që për kontribu për sportin, një në anë bin tjerat ato që kanë vullneti, dëshira, ana tjetër çka është vërtësia se unë i vetëm, është shumë vështirë të merrem edhe në aspektin e organizimit edhe në aspektin e trajnerit. Po një duhet bërë ndryshime, duhet bërë rreziqe edhe të provosh edhe faktin se a mund të kesh sukses ajo. Kur kem fillim e kem ditë që është vështirë, por punën e madhe që kemi bërë deri tash tregon edhe sukseset. Domethënë jam finalet Kupës së Kosovës, ta djem 3 kanë arrit finale dhe unë mendoj me punën që po vazhdojmë, mendoj që këta djemë do të jenë pretendent kryesor për titullat e kampionit të Kosovës. Përveç punës së madhe që po e bëjnë me lojtar, kryesia e FC Besës ka nisur edhe një projekt të ri rreth mundësisë së krijimit të trajnerëve të rinj, nga të cilët pritet që në një të ardhmë të afërm ta drejtojnë fillimisht ekipin B e më pas pse jo edhe skuadrën bazë.